Qeveria ka lehtësuar procedurat për fermerët që aplikojnë për naftë pa taksa në bujqësi në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar një udhëzim të ri që thjeshton dokumentacionin gjatë aplikimit. Fermerët duhet të provojnë aktivitetin bujqësor me një faturë inputesh ose shitje prodhimi. Udhëzimi kërkon edhe dokument për pronësinë e tokës, përfshirë certifikata apo kontrata qiraje. Këtë vit fermeri që punon tokën, qoftë ai që është pronar apo ai që përdor me një kontratë qiraje apo përdorje për post dokumenteve të nevojshme në aplikim për identifikimin e parcelës apo dokumentit të pronësisë duhet të dorëzojë dhe një faturë të dorëzimit të prodhimit apo të blerjes të inputeve të farave apo të plerave kimik. Tha ndër të tjera Ardita Kuçi, drejtoreshe e përgjithshme e AZBR-s. Aplikimi do të jenë të hapura deri më 30 maj 2025. Nga kjo skem vitin e shkuar përfituan mbi 52.000 fermer në të gjithë vendin. Mbështetja me naftë vijon si në vitet e shkuara. Është një ndihmë që mbështetet në sipërfaqe dhe kulturat e mbjella nga fermerët. Pra kemi një diferencim të çmimeve, por kjo ka qenë në vitet e tjera në skemën mbështetëse, u shpreh ndër të tjera Kuçi.